mbledhja e Këshillit për rregulloren imunitetin dhe mandatin, e cila ishte planifikuar të mbajë këtë të mërkur për të shkurtuar kërkesën e prokurorisë speciale për lejimin e arrestimit të zëvendës kryeministres, u shty pa afat në pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila do t'ia përgjigje pyetjes se a mundet një gjykatë në Shqipëri të pezullojë një antar të Këshillit të Ministrave, siç ndodhi me rastin e numrit 2 të qeverisë. Vendimi për shtyrjen e mbledhjes, që mban firmën e kryetarit të Parlamentit Niko Peleshi, erdhi pak kohë pasi gjykata kushtetuese shtyu pa afat vendimmarrjen për kërkesën e kryeministrit në lidhje me pezullimin e Ballukut. Peleshi përmendi pikërisht këtë si argument. Duke vlerësuar se një shqyrtim i tillë synon garantimin e një procesi vendimmarrës të plot, objektiv dhe në përputhje me parimet kushtetuese, me qëllim shmangjen e cënimit të parimit të sigurisë juridike dhe garantimin e rregullsisë kushtetuese të veprimtarisë dhe vendimmarrjes së kuvendit, urdhëroi shtyrjen e mbledhjes së Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin. Por për demokratët, si vendimi i gjykatës kushtetuese ashtu dhe vendimi i kuvendit janë një strategji për të bllokuar punën e SPAK. Kuvendi i Shqipërisë ka vijuar të njëjtën linjë, është shtyr pas një arsye të ligjshme mbledhja e Këshillit të mandateve me justifikimin se duhet pritur vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe pse masa e re e sigurisë që kërkon SPAK ndaj Ballukut nuk ka asnjë lidhje me çështjen e pezullimit nga detyra. Si shtyrja nga gjykata kushtetuese, ashtu edhe shtyrja nga kuvendi, janë hallkat të njëjtit zinxhir mbrojtës, i komanduar politikisht nga Edi Rama. Prokuroria e posaçme kërkoi në fund të dhjetorit nga Parlamenti heqjen e imunitetit për lejimin e arrestimit të zëvendës kryeministres, ndërsa gjykata kushtetuese pritet të vendosë a ka të drejtë gjykata e posaçme të pezullojë një antar të Këshillit të Ministrave.